Ka vajtur $4.000 sa për referencë, edhe më shumë, edhe është në ngjitje. Kështu që në vitin 1971, duke qenë që amerikanët kaluan luftën në Vietnam, ose ishin në luftën në Vietnam, u angazhuan në projekte infrastrukture të jashtëzakonshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në projekte social-kulturore, filluan printonin pa hesab para dhe De Gaulle i Francës në atë kohë, në nuhati që kishte më shumë para në qarkullim se sa kishte Florin në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kërkoi Floririn dhe dërgoi luftanijet në gjirin e New Yorkut dhe u ngarkua një pjesë e Florit nga New Yorku dhe nga Fort Knoxi dhe vajtin në Francë. Floridi natyrisht i takonte dhe filluan shumë shtete tjera që kishin dollar letër, t'i kërkojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës na jepni Floririn që na takon në bazë të marrëveshjeve që ekzistojnë. Në gusht 15 gusht 1971 Nixon shpall ndërprerjen e ekuivalencës së dollarit letër me Floririn. Ky vuri dollarin në një pozitë jashtëzakonisht të vështirë, filloi zhvlerësimi i dollarit. Dhe pastaj në 72-73 kemi atë embargon e naftës nga vendet e OPEC-ut që prodhoi një krizë të jashtëzakonshme në perëndim për kërkesën për naftë. Dhe thuhet që është mjeshtria e Kissingerit, por edhe një ka përshtypjen e ka emrin William Simon, sekretari i Thesarit, i cili arriti në qershor të vitit 1974 të bëjë një marrëveshje me Arabinë Saudite si një nga vendet më me influencë në OPEC, që mund të diktonte edhe vendeve të tjera, që Arabia Saudite nuk do shiste naftë në asnjë monedë tjetër përveç se dollar. Dhe kjo bëri që kërkesa për monedhë amerikane të rritej në gjithë botën, pra nëse Shqipëria, fjala vjen në atë kohë, po themi si shembull, do të blinte naftë në tregun botror, do duhej që të shiste një gjë në dollar, që të kishte dollar, që të kishte mundësi të blente naftë. Dhe kjo bëri kërkesën për dollar të jashtëzakonshme dhe i dha mundësinë Shtetet Bashkuara të Amerikës që përveç se ishte monedha e rezervës botërore që u caktuajnë në Bretton Woods, i dha mundësinë amerikanëve që printonin para pa hesab, pa i kërkuar llogari njeri dhe pa u ndjer. Dhe pa pasur lidhje me ekonominë e tyre. Me ekonominë, sepse dollarët që fitoheshin nga Arabia Saudite dhe nga shitja e naftës në bazë të marrëveshjes i riqarkulloheshin prapë Shtetet Bashkuara të Amerikës ose përmes shitjes armëve që i garantuan sauditët që do i furnizohen me armë që të mos i gjente gjë nga ana e sigurisë dhe mbrojtjes. Edhe nuk ishin në gjendje me F-35 të bënin zap hullit me çorape, me shapka. Dhe blerjen e derivateve financiare në tregun financiar të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra gjithë këto para që fitoheshin nga shitja e naftës, ose bleshin armë, ose riqarkulloheshin në sistemin financiar amerikan përmes derivateve financiare, ose bleshin pastaj pasuri të jashtëzakonshme, luksi, vila, rezorte, jahte e kështu me radhë. Kështu që për sa kohë vazhdonte kjo skem, çdo gjë ishte në rregull. Dhe është edhe një moment tjetër jashtëzakonisht interesant që përputhet eksakt me aty ku doja dilja për situatën e sotme. Përveç këtyre të tjerave, kemi vizitën e Nixonit dhe të Kissingerit në Kinë, ku në pamje të parë dhe gjithë sa qarkullon është për t'u kundërvënë superfuqisë tjetër, për të krijuar një ekuilibër dinamik në shpërndarjen e fuqisë, e kështu me radhë. Po një nga arsyet kryesore të vizitës në Kinë të Nixonit ka qenë kultivimi i varësisë kineze ndaj dollarit amerikan. Pra, ndikimi për hapjen e Kinës dhe kthimin e Kinës në një workshop, në një punëtori për të prodhuar për Shtetet Bashkuara të Amerikës mallra me cilësi me një çmim të ulët, fillon që aty dhe Kina nga ajo kohë dhe deri më sot ka qenë nga shtetet që ka shitur më shumë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por në të njëjtën kohë dollaret që ka fituar i ka riinvestuar përsëri në Amerikë, ose vetëm studentët që studiojnë nga Kina në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë llogaritur në miliardë dollar. Pagesat që ata bëjnë në universitete, për atë që jetojnë, e kështu me radhë. Dhe për të mos thënë pastaj për këto derivatet financiare që blejnë bono thesari, të cilat deri vonë kanë qenë investimi më i sigurt nga kushdo në botë, sepse ishin të garantuar nga qeveria amerikane. Ka dy tendenca për ta shpjeguar. Një është që Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë tepër arrogant dhe hubri në marrëdhëniet e tyre me shtetet e tjera, filluan të përdorin epërsinë e tyre financiare, duke pasur dollarin si rezerva botërore, për të imponuar vendime politike duke u bazuar në sanksione ekonomike. Pra, ajo që quhet weaponizing, militarizimi si thua i aseteve financiare. Nga ana tjetër, vetë rritja e Kinës, e Indisë, e Brazilit, e Indonezisë prodhon një situatë ku këto shtete janë më të interesuar për të mbrojtur interesat e tyre kombëtare duke filluar të tregtojnë në monedhat e njëri tjetrit dhe pa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në këtë moment, kriza po i afrohet kufive maksimal që mund të tolerojë ekonomia amerikane. Kështu që
vënia dorë mbi naftën e Venezuelës nuk ka të bëjë me mirëqenien e Amerikës për shkak të naftës, ka të bëjë me kontrollin e naftës se ku shkon nafta. 80% e naftës venezueliane shkonte në Kinë. Shkon në Kinë. Pra, këtë tutje, nëse deri dje ata e kanë blerë me të themi ose me yuan ose me çmime më të ulta ose me kredi që i ka dhënë Kina, se edhe ky është një aspekt jashtëzakonisht i rëndësishëm, janë rreth 67 miliardë dollar që Kina i ka dhënë kredi Venezuelës që nga viti 2007 deri tani. Nga cilat pothuajse 40 miliardë janë written off, domethënë pothuajse janë humbur, dhe tash diskutimet i bëhen sa mund të marrë 10 apo 20% të atyre 17-18 që kanë mbetur. Në të njëjtën situatë janë edhe Më keq se Sudja. Në të njëjtën situatë janë edhe rusët për Gjekamur dhe goditja më e madhe nga ana psikologjike që jepet kinezëve është brez dhe rruga, iniciativa një brez një rrugë. Rreth 16% e fondeve që janë harxuar për këtë iniciativë janë harxuar në Venezuelë, të cilat praktikisht me këtë që po ndodh sot, me kontrollin që ushtrojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe këtë mund të quhet e humbur nga kinezët për tu rikthyer. Nuk janë kaq thjeshta gjërat, nuk është se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në këtë situatë ku mund të bëjnë çfarë të duan pa u sfiduar, sepse ka të dhëna që kinezët po bëjnë edhe ata atë që dinë të bëjnë më mirë, duke ose nxitur, ose organizuar, ose bërë vetë sulme kibernetike në zonat caktuara të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por kryesorja duke luajtur me tregjet financiare. Për shembull, kohët e fundit, domethënë mbas kësaj, vjet re një luhatje e madhe në tregun e argjendit dhe kinezët kanë rreth 60% të rezervat të argjendit. Argjendi çuditërisht në thonjza na qenë ka minerali apo metali kryesor që përdoret në inteligjencën artificiale, në makinat me korrent, makinat elektrike, dhe në pjesë të tjera që kanë bënë me industrinë ushtarake, sepse na qenë që është përcjellësi më i mirë i korrentit se sa çdo gjë tjetër dhe në pas tij vjen bakri. Kështu që kinezët e përdorin njerëz zakonisht shumë në industrinë e tyre të inteligjencës artificiale. Çka është një nga pikat kryesore të konkurrencës me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe që është, si thuash, objekti, subjekti, apo çështja, apo investimi që mund ta çojë botën në një krizë financiare shumë shpejt, sepse investimet për inteligjencën artificiale janë kolosale, ndërkohë që deri më sot nuk është se i është gjetur në një përdorim i madh, pra kur të vi puna që do maturohen ato parat që janë marrë borxh për të zhvilluar inteligjencën artificiale, se me çfarë do ju shërbehet njerëzve, është një pikë pyetje e madhe, sepse thuhet me të qeshur që inteligjenca artificiale përveç se i ndihmon studentët që të gënjejnë provime, nuk është se po kanë një përdorim tjetër më të madh, ose kurioziteti i dikujt që nuk ka punë dhe fillon të bën, nuk është se vërtet po materializohen ato pritshmëritë e jashtëzakonshme. Më ka ndodhur mua me sa miq që mbasi më kanë thënë që ore e morë vesh filanin, ta kam thënë para një viti, kam thënë pa inteligjencën artificiale. Është vërtet një ende, ndoshta është ende foshnje, po unë nuk shikoj ndonjë, përveç se memeve, nuk po shikoj ndonjë gjë tjetër ku përdoret më së kësaj. Eksakt, përveç gjenerimit të këtyre memeve apo dhe deep fake, këto videot që si quhet, prodhohen falso, domethënë me informacione falso. Jo për të minimizuar vlerën që do ketë inteligjenca artificiale në të ardhmen, po për të vënë në dukje mos përputhje në ritmin e zhvillimit. Pra nëse janë investuar $100 miliardë që pritet të jepnin prodhim, le të themi mbas 10 vjetësh, dhe mbas 10 vjetësh to $100 miliardë të investuar në inteligjencën artificiale, nuk do t'japin ato që njerëzit shpresonin apo prisnin, atëherë me çfarë do paguhen? Kur nuk kanë me çfarë të paguhen, bën kresh edhe domethënë shëmbet sistemi financiar. Kjo bashkë me veprimet të tjera si tham për naftën, qofse nafta dhe BRICS-i do të vazhdonte të este rrugën e vet duke bërë shkëmbimin e naftës me moneda të tjera, rupi si blen indianët nga rusët apo kinezët nga rusët që blen me yuan edhe me rubla, do të dobësojë jashtëzakonisht shumë sistemin financiar amerikan dhe me 38 që po shkon 37 diçka miliard dollar borxhi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe na më preokupante është që në qoftë se brenda një kohe shumë të shkurtër, le të themi 6-7 muaj, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do janë në gjendje që të gjejnë 2 deri në 3 trilion blerës për 2 deri në 3 trilion dollar, ekonomia amerikane do ishte në pozitë shumë të vështirë. Blerësit e borxhit në dollar janë edhe këta që do të përdorin dollarët për të bërë tregti me njëri tjetrin. Pra,
nuk është se vërtet unë apo juve do blej aksione një tjetër, po boll të rritet kërkesa për dollar dhe një nga mënyra se si mund të rritet kërkesa për dollar është vënia dorë mbi burimet e naftës. Mendohet edhe një ndër arsyet në Venezuel ku amerikanët kanë blerë me çmime cop bonuset e thesarit venezuelian dhe tashti do ta detyrojnë që ti paguajnë në çmime shumë të larta këto bono thesari. Kam përshtypjen që gjithsa po bisedojmë do të jemi në një pikë ku mundet të kemi një pamje më të qartë gjatë ose pas vizitës së zotit Trump në Pekin në prill të këtij viti. Është një vizitë e lajmëruar që do zhvillohet dhe shumë ngjarje që po ndodhin sot në botë mund të vendosen edhe në sfondin e kësaj vizite të pritshme. Pra, besohet që zoti Trump do të tentojë një grand bargain, një marrëveshje të madhe, gjithëpërfshirëse, se për çfarë do bien dakord dy të mëdhenjtë e kësaj bote. Përfshirë dhe Rusin? Jo. Në këtë rast nuk besoj se Rusia është pjesë e skemës patjetër, por nuk është pjesë e grand bargain që mund të arrijnë. Jo, pjesë e skemës, një ndër bisedat. Problemi më i madh që kanë amerikanët dhe perëndimi në përgjithësi është që nga ana psikologjike nuk e pranojnë dot Kinën dhe Rusinë si të barabartë. Janë aq arrogantë dhe hubri dhe mendjemdenj, sa që nuk e shikojnë dot që Kina dhe po të shikosh shpesh në propagandën e tyre përshtypja për kinezët është kopjatës të këqij. Këta nuk dinë asnjë gjë, këta vetëm na kopjojnë neve.